Ditën e sotme banorët e Shtiqenit dhe Nangës kanë dalë në protestë përpara Bashkisë Kukës. Ata kërkojnë ndërhyrje për mungesën e ujit vaditës në tokat bujqësore që furnizohen nga kanali i Shtiqenit. Sipas tyre, prej disa ditësh, uji nuk po mbërrin në tokat bujqësore duke vënë në rrezik prodhimet e sezonit. Banorët pretendojnë se një pjesë e burimeve ujore po shfrytëzohen për prodhimin e energjisë elektrike nga hidrocentralet, ndërsa vaditja e tokave po mbetet pa zgjidhje. Ata i referohen marrëveshjes sipas cilës ka 15 maj deri më 15 shtator duhet të garantohet furnizimi me ujë për vaditjen. Banorët shprehen se situata është veçanërisht shqetësuese për familjet, të cilat sigurojnë të ardhurat nga bujqësia, pasi mungesa e ujit mund të dëmtojë të mbjellat dhe të sjellë humbje ekonomike. Përballë shqetësimit të tyre, kryetari i Bashkisë Kukës, Albert Halilaj, zhvilloi një takim me banorët. Sipas tyre, gjatë takimit u diskutua përgjetjen e një zgjidhje konkrete dhe u ra dakord që më 3 shtator të zhvillohet një takim në fshatin Shtiqen. Në këtë takim pritet të marrin pjesë dhe institucionet përgjegjëse për administrimin dhe menaxhimin e burimeve ujore, me synimin për të zgjidhur problemin e furnizimit me ujë vaditës. Kanali i Shtiqenit përshërben për vaditjen e rreth 820 hektar tokave bujqësore. Aktualisht, rreth 120 hektar janë të mbjella me misër, jonc dhe grur, duke bërë furnizimin me ujë një çështje të rëndësishme për fermerët e zonës. Për ujin e kanalit edhe për ujin e pishëm, se nuk kena ujë. Nësë në përgjem, kur të shle shohi Allah, jërti, se njerëzit në na. Aja kanali a kanë gjithmonë plot. Shta e zven. Zven se shetit, e derdin shket edhe ku ti që të bënë, shetin. Ato veç mledhin lek, ato i hidrocentalit, ato të keme bon najsen edhe për kanalin. Normala, ka bo hidrocentalit, ta bëjke punë edhe për kanalin. Po unë mbështetem para folësit, po kontrata që është me 15 maj dhe me 15 shtator të dashur gazetar, kjo nuk zbatohet. Uj ka kanali sa të dush, na o do me shkuar me asaldu, se tasha me vënes, tash mi të folë shkretne, po kemi armi të ragu shtetit se na qa kena mill ka me të bosh, nare. Do me prej do ka 7 thata, mi që të shpija, ose mi lanë, që ashtu që janë në përarë. Uj ka sa dush, kontratë, ose si fshat duhet me shku me saldohat dire. Qa e duhet saldohet dire. Normal, ju me duhet bëni... Aja duhet shku saldohet. Kush i pa ju shpenzimet e perimeve e të kollëmoqet, kush i pa ju në këto? Ajo duhet me e saldohet atë dirë heket e dhe të bëjë ujnë në katon shtiqit. E të partë tonë, me kazma e me lëpata e kanë mojt atë venat e ne. Edhe ka do një hidrocentrale atë, edhe jesim thote për faqen e zezë. Mori e zezë tërp tërvënja e të moshe që në alon pa ujë, qërtëm që të ditë zezë. Allah i pot, jarabi lalemi, zot i pot, zot i pot, zot i pot, jarabi. Tëjqa, një me e por ajo si të vend me plas, folim në gjuhën popullore është, se ka që 3 vetë që shtëjsh një thohet edhe shkrumohet për mungesin e ujtë vaditës. Pasi që ka 2 hidrocentrale që shfrytëzojnë ujin e shtëjshnit, edhe e nalin edhe vazhdojnë puntojnë, edhe pse në kontratë është po hidrocentrale se nga 15 maj, dhe me 15 shtator nuk kanë drejt me punu, hidrocentralet i japin zërmagje. Edhe që ka arrit puna si vetë, që kanë bu matkeje që në këto, kanë arrit me shkarku kanalin në lumë, me edert ketë, me shkaktu në bazë të disa informacioneve që këmë marë nga mrena hidrocentraleve si janë bu planet, për me shkaktu panik në popull, në katon të shtëjshnit, që s'ka ujën thatsin, edhe natën ka punu hidrocentrali, që gjeja nuk e farnizën. Po ndërku unë kam bu disa video që hidrocentrali punën non-stop, edhe luma ko uj non-stop, edhe sot, po që kem po të ashojmë, luma ko uj bëll. Janë 3 pika që shkarkohet kanali i shtëjshnit, veç mus me hinë katon. Edhe katon janë shkrumu, sot janë shkrumu, që si që këmë bu një video në baqen teme, që janë shkrumu bimt me kastraves me qake në baqe. Ujnë, e këmë thonë në për video dhe kudo, ujnë ne ka falë zoti, këto ne e marën edhe nuk ne e lonë me përdor, që ishe këna përdor kanali shtëjshin 76 në nërejsh, dhe para 3 veç kur s'ka në të bosh pa ujë, që 3 vetë rej pa ujë. Tha na shkrumona.